Përshëndetje nga Historia Albanian Food. Kam marrë disa pyetje, të lutem na trego procedurën se si e përgatit flin dhe sot vendosa të bëj një video të përgatitjes së flis. Fillimisht kam ndezë furrën në 500 gradë dhe kam vendosur tepsinë në të cilën e kam mblyer me vaj për t'u nxehë. Kam marrë 700 dhe 800 gram miell, një lugë gjelle krip, ujë dhe i kam përzierë mirë për të fituar një brumë të hollë. Brumi për flinja duhet të jetë i hollë. Mandej kam marrë 3 lugë gjelle sour cream, 400 ml heavy cream, krip dhe i kam përzi. Kam nxjerrë tepsinë nga furra e cila është nxehur dhe kam vendosur brumin me lugë siç kam bërë në video. Mandej kam shtirë në furrë prapë tepsinë për t'u pjekur, e kam lyer me mazë, kam vendosur brumin dhe kam vazhduar kështu hap pas hapi derisa kam harxhuar të gjithë brumin të cilin e kam përgatitur. Në fund kam vendosur tepsinë me fli prapë në furrë dhe kam ulë temperaturën në 340 gradë dhe e kam lënë për 50 minuta. Rezultati është ky. E shoqëroj me djathë, turshi, xhem apo diçka tjetër që ju pëlqeni. Shpresoj të ju kem ndihmuar dhe faleminderit shumë për përkrajen që më bëni.